Ky emision mundësohet nga Smart Home Albania, jeto më zgjuar. Eurocold Service, energji që nuk ndalet. Klinika Europiane e Syrit. Electromagic, përjeto experience. Simac Albania, teknologjia që rrit prodhimin. Mirëmbrëma njerëz të bukur, mirëmbrëma njerëz të mirë. Fillimisht doja t'ju falenderoja nga zemra për gjithë mesazhet, gjithë dashurinë që na dhat episodin e parë. O Zot, sa të mrekullueshëm që jeni. Mrekullueshëm apo mrekullueshëm? Brekullueshëm. Jeni të brekullueshëm. Ju jeni të brekullueshëm. Mirëmbrëma të dashur miq, dashamirës. O çfarë dashuri, amore dashuri ti, ë? Si mora dashurin? Ju nga mesazhet, nga urimet. Po. Patjetër. A mos ishin shumë të bukura amore Donald? Po, shumë bukur. Të pëlqyen? Të pëlqyen? Veçove ndonjë që të pëlqeu, të pëlqyen? Më pëlqyen, në përgjithësi unë e marr këtë energji nga njerëzit që u besoj, jo gjithë u besoj, por ishte okay. Ja, si mund ta të parë, okay ishte po. Po jo më çati, po i pak me entuziazm Donald. Po i pak qesh, po pak më shumë gjithë ato mesazhe të bukura. O faleminderit nga zemra. Nuk kisha mundësi që t'ju ktheja përgjigje të gjithëve, por më besoni që i lexova të gjitha. Tani po gjenja besoj. Bërsi këto humora me ju gjithnat, no. Pastaj s'besoj se ishin ndaj shumë. Çfarë njeriu po hiperbolizoi mor çik gjën, mor grije, mor bëhet të madhe, mor fluturoi, mor Donald. Jemi unik. Të gjithë mesazhet që na erdhën faleminderit nga zemra. Ju jeni pjesë e jona edhe kur nuk jeni. Na këto fjalë. Në këta që thonë për shembull ishin me mira. Sigurisht ka numëruar për shembull kur kalojnë 990, ne kuptojnë që ka me mira. Vlla, hajde se jam me mira. Po nga këta që ishin dhe like-et. Po. Dhe pastaj ishin like-et. Po. Më çmund të pjesë kur ishin like. Dgjoj, po nuk është se jam shumë i lumtur, ë? Po je më shumë se i lumtur. Jo. Do të thënë, hera herës lumturohesha, dhe hera herës çlumturohesha. Çdo thotë si mërzitesha. Okej, se kishte tek tuk ndonjë mesazh që më bënte ndihem keq. Do fare mesazh kështu. Unë dua vetëm ti thua ishim shumë mirë, ishim lart e kështu, nuk pse more, po pse ti marr ato mesazhet që janë? Për shembull, do të jetë çik natyrë kritikuese edhe për veten e vet, që të fillojë të ndryshojë, të përmirësohet, të bëj apo s'ka lidhje. Po jo më redon, nuk është vetëm kjo, Për shembull, ishin disa mesazhe që nuk i prisja, them të drejtën, nuk ishin foto. Okej. Domethënë profilet, po ishin ca mesazhe që më prekën në zemër. Për shembull, pse më shkruajnë mua? U bët ju. Si u bët ju? U bët ju. U bët ju. Është me ndarje apo u bët ju? Jo, u bët ju. U kur u bët ju. Nuk është ti frëngjisht, u bët ju. Jo. U bët ju. Tani si ta marrë këtu u bët ju? Po se ti u bët ju, domethënë edhe ti u bëre ti që të bësh, sikur ti s'ka bërë deri tani, ti u bëre ti, edhe ti u bëre që kesh kështu gjëra. Është gjë e mirë apo gjë e keqe valla? Unë mendoj gjë e keqe. Është gjë e keqe? Patjetër gjë e keqe. Po pse mendoja si gjë të mirë, unë u bët ju, u bëre, domethënë si pun keku, u bëre. Është gjë e mirë? U bët ju? U bëre i bër. E kupton? Mjafton që ti ta kuptosh për mirë. Është për mirë domethënë, nuk për mirë. Është për mirë. Okej, faleminderit, shumë faleminderit ju që keni shkruar u bët ju. Ju dua dhe unë nga zemra, u bëfshi dhe ju. Po, faleminderit shumë. Po ky mesazh tjetër se lexoja një mesazh, kishte nga këto mesazhe për shembull, bollo se Lenam. Ç'është Lenam? Për çfarë pjesë Lenam apo në përgjithësi kështu Lenam? Jo, Lenam, ishte kështu e përgjithshme Lenam. Specifikisht mirë apo gjë e keqe? Lenam? Po. Ku di unë njerëzit çfarë bëjnë që Lenam? Besoj se e mirë është apo jo? Është e mirë, ta marr pozitive. Po besoj mirë pozitive. Mos e ka ngatuar, mos doni që shkruashin të shkruani Jenam? Jenam? Ndoshta. Po fjala nam është brenda ti duhet të jesh në rregull besoj. Po sepse duhet të lësh që të jesh. Duhet të kesh që ta hash. Jo. Duhet të lësh që të jesh. Është quotes kjo që ta prisni edhe ta veçoni këtë gjë, okay? Ç'a kemi sot Donald? Sot kemi një intervistë ekskluzive të Yasir Hasanit, lojtarit tonë kombëtar, i cili na ka dhuruar shumë emocione, për të folur për pjesën e luftës në Iran, momenti ku ai u largua nga Irani dhe për gjithë pjesën e eksperiencës eliminatoreve të botrorit, dhe është një histori shumë interesante. Okej, shumë mirë, më pëlqen, mezi pres që Hasani të jetë në studio. Deri atëherë kalojmë në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe kthehemi vetëm pas pak. Smart Home Albania sjell teknologjinë që ta bën jetën më të lehtë. Kontrollo shtëpinë ose biznesin tuaj kudo nga je. Je me pushime, je në kafe, je në restorant, kontrollo shtëpinë me anë të telefonit. Smart Home Albania.
Faleminderit që mbështet, më lër ta mbaroj. Dhe erdhi momenti të flasim për energjinë, për dritat. Kur ju ikin dritat, ç'a bën ju? Pra ç'a bëni? Merrni në telefon Eurocall Service, të cilët kanë gjeneratorët më të mirë në treg, kanë mbi 35 vite në treg eksperiencë, kumulojnë shkolla, spitale, restorante, shtëpia, çfarëdo që ka të bëjë me energjinë. Eurocall Service, energji që nuk ndalet. Ana pat javën që shkoj. Po këtë javë po na shikoni? Por nëse ju nuk na shikoni mirë, atëherë është problemi i syrit tuaj. Dhe nëse keni probleme me syt, ka vetëm një zgjidhje, Klinika Europiane e Syrit, e cila ndodhet tek Komune e Parisit me në krye doktor Kastriot Boriqin, i cili i ka duart e arta. Ai dhe stafi vet. Ai ka një klinik shumë të bukur, klinik, spital do thoja unë, pa çka se duam të tregojmë çik modest, dhe është klinika e syrit më e mirë në vend. Nëse keni probleme me syt, unë ju a rekomandoj nga zemra. Faleminderit doktor Kastriot Boriqi dhe Klinika Europiane e Syrit që mbështet, më lër ta mbaroj. Dhe erdhi koha Electromagic. Electromagic është kompania më e mirë në treg për elektroshtëpiake, ke Miele, ke Hagen, ke Teka, ke KitchenAid, që janë vetëm për ty që do të përjetosh eksperiencë. Electromagic. Përjeto eksperiencë. Me Simak Albania, ti ke akses në makinerit më të mira industriale të përpunimit të drurit, metalit, plastikës. Janë liderat europian që vinë në Shqipëri për ty, që nuk do të punosh me limite. Simak Albania. Teknologjia që rrit prodhimin. U kthyem dhe nuk u kthyem kot. Nuk u kthyem as majtas, as djathtas, por u kthyem drejt. Çdo thotë të kthesh drejt. Drejt me lësin. S'ka lidhje. Jo. As majtas as No, tani u kthyem drejt, jo drejt. U kthyem fare drejt. Po. Pse u kthyem Donald? Sepse ne kemi një të ftuar special sot. Kush është Një Donald? shoku jon, një miku jon, që unë doja ta prezantoja pa më shumë kohë. Aha. Yasir Hasani. Një duartokitje po. Okej, çfarë po mund duartokitje në montazh. Si e Yasir? Mirë, faleminderit. Çfarë bëhet? Kënaqësi e madhe të jem pranë jush prap. Okej, sa i Yasir mirë është mor, një njerëz. shoku jon, një miku jon, i cili jo vetëm prej sportit, por ne duam se është një djalë fantastik, është një djalë me vlera dhe është një djalë që di ta respektoj shoqërinë, di ti mbaj marrëdhënie, miqt. Yasir, si je? Shumë mirë, tani pushime pak. Tani Jemi pushime tani pak. Po, situatë shumë e sikletshme kjo jotja. Në këto, sa i bje, 6 muajt e fundit? 6 muajt e fundit. A ke 3 muajt e fundit, me thënë drejtën, 3-4 muajt e fundit. 3-4 muajt e fundit, po. Si thënë, mos e qovë zotit ta provoj dikush. Vërtat. Shumë situatë... Ka qenë shumë e vështirë. Ka qenë shumë e vështirë, ha? A ke frikë nga zhurmat? Jo, nuk kam frikë, jo. Okej. Se i kam pa aty të kalu. Do ta testoja nëse i kish ngel diçka traum nga A jemi lufta. burra, si jemi vëlla. Shumë mirë e provuam, e kalova provën e parë, do kesh disa prova gjatë emisionit. Shumë interesant në fakt. Ne me Yasirin kemi diskutuar dhe mbi çështjen e futbollit, mbi atë çfarë ndodhi në Iran gjatë kohës që luante tek Esteghlal, tek ekipi i kryeqytetit të Iranit, Teheranit. Yasir, të ndalim pak tek pjesa e transfertës që në fillim nga Koreja e Veriut në Në Iran. Iran. Po. Si ishte si ndjesi? Me thënë drejtën, në atë kohë, para se mu transferua, kam pasën disa ofertat mira dhe jo vetëm nga Irani, Po. edhe nga Japonia, Kina, kam pas ofertat mira shumë. Po. Po me thënë drejtën, kanë qenë ekipe shumë të mloja, Po. pasi me ekipin tim me Gwangjun që luajshin në Kore, luajtëm Champions League të Azijës. Ati pasi dola goleshinu si gjithë, edhe normal, shohin tani gjithë ekipat Po. me emër të mëdha që janë. A ishte një zgjedhje thjesht të Iranit të shkojë të luajë në Iran, në Teheran? Me thënë drejtën, pa ka qenë e vështirë sepse me ekipin tim ku kam qenë Korea, i prishëm marrëdhëniet me drejtuesin me presidentin, sepse me sa mora vesh une ish mbill transferimi për në Japoni. Për në Japoni. Pa lejen time, pa asgjë, pa mas me Shiko sa të pa besat të Koreas Veriut, ë? Edhe nuk më ka pëlqyer asnjëherë. Po. Po tash edhe klubi do ta bëjmë atë mirën me përfitu për veti, ma shumë. Po, s'diskuton. Po isha në momentin. Po si funksionon, nuk funksionon me menaxher që ti duhet të funksionon, funksionon normal, gjitha diçka, por nuk disha asgjë sepse kisha oferta tjera. Por
vetëm klubi ma ka thënë që është një ofertë shumë e mirë në Japoni, Okej. që kënaqësi është për ne edhe ti ikish atje, edhe ne jemi të lumtur. Edhe ata do të Për shifrat e klubit për me fitu, sepse unë isha 2 muajt e fundit mbarimit kontratës. Ata donin transferoni para se të mbaronte kontrata. Okej. Pastaj si ishte kjo zgjidhje? Kush e gjeti zgjidhjen për? Me thënë drejtën, pasi mbaroi ajo Champions Liga e Azis, morën telefon nga Irani, Esteglal. Edhe unë normal gjithë e njohin. Të morën personalisht, ta morën Jo, e morën menaxherin tim, pastaj nuk kalon as 24 orë. Po mirë, morën në ndjes, po mirë, nuk ke ndonjë ekip pak më afër plako? Shkonë për këto. Jo, është shumë afër Irani edhe. Është shumë afër. Nga Stamboll e ke 2 orë gjithë. Si Dubai, ti në Dubai ndoshta shkon për ti shkon në Dubai për 5 orë, kurse këtu shkon për 3 orë. Për 3 orë. Po, jo. Romeo në gjeografinë e ka. Unë e kam nga Tirani për në Dubai me aeroplan e kam 1 orë. Okej. Shumë afër. Dhe ti u transferove për në Iran, pasi të kishte mbaruar kontrata. Jo, ishte dita e fundit për transfere për me lëvizën. Edhe ato ishin gatshëm që të pagujnë 1.2 milion. 1.2 milion, të cilat i more ti? Jo, klubi i merr ato. Po ti s'more asnjë? Asgjë, sepse klubi shet se janë nën kontratë me klubin. Çfarë përdorus? Okej. Edhe ditën e fundit, me thënë drejtën, unë nuk i kisha pritën fare, sepse kur mora vesh që mund të ketë luftë ose gjëra që ma përpara si çka qenë në Irani. Edhe me thënë drejtën i kisha i qik pak frikë, sepse shkoj në Iran edhe nuk e di se ç'a mund ndodhe. Ti e dije që kur ishe në Kore që mund të ndodhte, mund të kishte trazira në Iran? Po, kam parë lajme ma përpara ç'a ka ndodhur. Normal. S'ka qenë radikal, s'ka qenë kur e qetë. Çka tensione, pa shumë vite. Dhe kishe me pak frikë apo? E kisha me pak frikë, me thënë drejtën, çojnë ofertën zyrtare te klubi. Pastaj klubi nuk e pranon Koran. Tha jo, nuk e shem Jasirin, do jeti joni, do firmosim një kontratë 3. Unë pa ta thënë trenerit që duhet lëvizi sepse nuk e di, ma doj ke zemra që t'ikin në Iran, sepse e di se qa klubi është, një klub shumë i madh. Edhe pastaj ati filluan debatet me klubin, me thënë drejtën s'kam lujt në atë pjesë, disa ndeshje s'kam lujtën për shkak të konflikteve. Se klubi do ke patjetër me mshit në Japoni, nuk pranojsha une. Edhe me thënë drejtën zemra sepse kur dolën lajmet në Iran ish bo bum. Si marrë Cristiano Ronaldo, jo Yasir Hasani. Po pra, do kalojmë te kjo pjesa. Ti firmos për të kaluar në Iran. Tani emocioni, po. Firmosi në 2 orët e fundit të transferit për më mbyllën. O, 2 orët e fundit? Po, 2 orët e fundit. Sa bukur. Ti je si puna ime kur kap avionin për shkak. Me thënë drejtën në orën 5 në mëngjesit më kanë marrë në telefon. Okej. Se Korea është 8 orë diferenca me Shqipërinë. Po. 5 në mëngjesit më kanë marrë në telefon, zgjo edhe firmos kontratën se nesër e ke aeroplane për me në Iran. Oh, sa nice, sa bukur. Ti për të shkuar te Estegal, domethënë ishte një gjë që ti e doja sepse e pash. Për gjithë shikuesit që në na djegin, Estegali i Iranit, i Teheranit, çfarë nivel klubi është në Iran edhe në gjithë pjesën e Azis? Me thënë drejtën, ku kam shkuar, çdo vend që kam shëtit ndash me pushime me gjë. Çdo kush ka shumë tifoz, mos them vetëm në 95 milion popull sa në Iran, më të them që 80 milion janë vetëm tifoz të tonë. Të tifoz të... Vetëm në Iran po flasë. Sa milion? 85? 85 milion. Të Estegalit? Vetëm të Estegalit. 85 milion vetëm të Estegalit. Si popull janë 95 milion. Me kë klub evropian mund ta krahasosh? Do flas pastaj për atë pjesë, po kur kam ardhur ditën e parë në avion, në transfer, edhe nuk e disha se çfarë po ndodhen, sepse nuk kishim internet edhe me mendimin tim po shkoja në një klub shumë i madh edhe thoya duhet me bëj, di patjetër gjëra shumë të mira. Unë nuk kisha idenë se çfarë bëj, se unë isha me atë menaxherin tim se unë isha nga Korea për në Dubai. Edhe nga Dubai u desh kemi ikë për në Iran. Ndaluat tek me çela në Lushnjë për byrak? Po, sot ishme. Sot ishme. Edhe me thënë drejtën, unë ala i ditë në Dubai, edhe nesër mëngjesit e kisha aeroplanin për me ikan, po kisha internet. Po e shifsha se shumë postime, shumë gjëra. Klubi, Estegali, po. Jo vetëm klubi, gjithë populli. Po, gjithë mediat, çdo send vetëm bëshin tak.
Edhe shumë njerëz. Okej. Edhe unë thësha normal, ishte një kënaqësi e madhe kur shoh se shumë njerëz tifozë edhe. Patjetër. Edhe ma bën mua ai menaxheri nuk e pa asgjë. S'ke parë zjarë. Po, edhe unë thash Menaxheri çfarë shtetësia? është i Iranit, unë e kam menaxherin e kam nga Maqedonia, Okej. po bashkëpunojmë bashk. Okej, dakor. Për shkak vizës edhe nuk kam mund ta marrën sepse në ato kohë nuk është shumë lehtë me marrë vizën e Iranit. Po shumë e vështirë. Okej. Edhe Ti shkon nga Dubai në avionin për të hipin në avion në Teheran, po. Në Teheran, ha? hajmë pjem atje dhe ma bë mua nuk është aq e lehtë siç ke menduar se çka klubi është. Do e shohë sa zbresim nga aeroplani. Ata çfarë do të thosh me këta, e di se unë e disha që ka shumë tifozë, po nuk e disha që do vinë tifozat për mua në aeroport me pritën. Erdhën në aeroport tifozët? Shumë vëlla. Sa tifozë Mos them ja 8 deri 10.000 tifozë. Po në atë kohë kur kam rritur Sa interesante. edhe zbres unë mos them nuk e di sa media, sa tifoz që të presin Okej. me atë dashurinë e madhe Që ti po vjen volum ta mbush zemrën, po, ta mbush zemrën që nesër kur dalsh në fushë në stërvitje ti je Super emocionuese për shkak të përfaqësosh një klub me kaq tifoz, po tjetër. Pastaj filluam duke folur me menaxherin, thot prit se nuk mbaron këtu. Sa të shkojmë deri te Pangret pra byrek? pra burek, ikëm edhe Pra bërë, shkoni? Edhe dolëm nga aeroporti, edhe normal me tifozat e ti duke përshëndeten me gazetat me gjitha. Edhe ikem te klubi. Te klubi çfarë shohim aty plot tifozat atje. Okej. Edhe se nuk është nga aeroporti deri në Tiranë te zirët e klubit, mos them që ka një 25 minuta. Dakor. Po. Edhe ikem atje, valla çfarë shoh jash. Ha. Plot tifoz. Bravo, shumë. Plot tifoz. Prap tifoz? Prap tifoz la. Se unë pres byrek. Borek. Pastaj ke zirat atje hungër. 10.000 tifoz që ty të pritën në aeroport. Sa tifoz pasi shkove te klubi? Shumë tifoz ka pasur edhe atje, shumë. Ishte fest që ti po shkoje po loje për Stegalin apo jo? Po, ishte një festë e madhe. Po. Normal, sepse Po sa bursa duan futbollin, e kupton çfarë pritje bëjnë? Përveç se duan futbollin, unë do doja që të dija pak situatën përpara se të ndodhte lufta, përpara se të plasnin raketa, që duan të dalim çik tek ajo pjesë, sepse jam shumë kurioz ta di. Ditët e para me kushtet e jetesës në Iran, Teherani si është si vend, sa mikpritës janë këta njerëz. Me thënë drejtën, kur kam shku në Iran, nuk e kam pa shumë qytetin. Edhe kur arritën në Tiranë e pash që njerëzit janë shumë të lumtur, kushtet janë fenomenale, shumë të mira. A dihet kjo radikalizmi i fes për shembull aty? Po me sa kam pa unë nuk ndihet shumë. Nuk ka lidhje fare sepse gjithë po e shoh gjithë njerëzit duke dalë duke shëtit. Nuk është se po e thua se paguhesh. Jo, s'ka lidhje fare, po e flas. Nuk është se po thua se merr 2 milionë në vit sa merr? Okej. Sa merr në vit? Se di. Nuk do të flasim për shifra tani, se nuk kemi para të shifra. Herë tjetër. Do të flasim për shifra. Si ishin kushtet e bashkëpunimit, vendi ku ti rije, rutina jote, çfarë bëj aty në Teheran? Se një shqiptar që luan në Kore, pas Kores, shkon në Iran dhe përshtatet me kulturën e Iranit, përshtatet me mënyrën e jetesës aty, çfarë të bëri ty përshtypje? Me çfarë nuk mësohesh se dot? Jo, atje është me të drejtën si në Turqi, njësoj. Njësoj si në Turqi. Ushqimi njësoj, për shembull, nuk ka ndaj që mos me të pëlqej ndaj gjë, kupton? Okej. Ke bureku, po sot ke. Nesër i ke. Në Romeo do klarinet, i ka këto, po. Edhe njësoj është, njësoj. Nuk ka ndaj diferencë kush e di. Njerëzit janë shumë dashamirë, respektin që ka marrë atje. Kalojmë tek pjesa e kampionateve. Te Galit. Kompeticionet që ti ke luajtur për të ekip. Na fol pak më shumë, çfarë roli kishe ti si lojtar? A ishe deputues ajo? Flas për gjithë ata që nuk e din pjesën tënde në atë shtab. Sepse nuk kam dalë me folën shumë për atë pjesë. Prandaj nëse kush e di kë Jasiri në rrjetet sociale, un kam parë një rritje shumë të madhe atë në rrjetet sociale flas. Shikueshmëri shumë të lartë, ndoshta për shkak të dhe efektit të numrit të tifozëve popullsisë ande, sepse është 85 milion tifoz, janë goxha shumë. Ne jemi 2.5 milion shqiptarë. Vetëm po flasim në Iran. Vetëm po flasim në Iran, se ke Tiranë që jetojnë edhe në Dubai, ke në Turqi dhe vende shumë tjera që jetojnë edhe. Po. Është
Nuk e di, ato emocione. A ishe debutues ti? Unë isha debutues, A luaj në formacion? Kur ika në fillim, ato isha me të drejtën ndeshjen e parë isha në pankinë. Sepse sa kisha arritur një ditë para, edhe nuk normal. Mos e skuto, s'do luaj me xhinse. Direkt, po. Po. Nuk dhe. Po. Edhe, okay, edhe filloi ndeshja me të drejtën. Po. Tash normal gjithë tifozët pritin që që të lozi apo tanë që të lozi dhe të thoshin dalet ta shohim Jasirin sepse a kishe emocion ti të ndeshje parë? Me të drejtën shumë emocion sepse shumë tifoz kina pasën. Si ishte ndeshja e parë? Me të drejtën 3-3 kina dalën nga jo, nuk bëra gol, bëra asist sepse ishte ndeshja pjesë parë ishmi tumbën në shtëpi 0-D. Okej. Pjesë ditë minutën e 60 kështu trenerin thotë që të dalë në zemje dhe më futi mrenda 5 minuta direkt se edhe tifozët përhatshin emrin tim, fote që ta shohim sepse kishmi ardhur ditë lojtar, ja vetëm unë. Imagjino të bërtasin në kor sa mi tifozë janë aty? Atë ndeshje mos them ka pasën 15.000-20.000, sepse nuk lozim në stadionin ton. Edhe imagjino të bërtasin në kor 20.000 tifoz, fute. Sepse kishin ardhur normal. Sepse kemi lojtarë shumë që kanë luajtur edhe në Barcelona, edhe në Real Madrid, edhe gjithkund. Goli jot i parë në çfarë ndeshje? Ndeshjen e ditë ka qenë golimi i parë direkt. Okej, emocioni patjetër shumë. Po, emocioni tjetër normal, gjithatë Na fol pak për sfidat në kampionatet. A ka një Champions League tjetër ndryshe nga kjo që bëhet në Europë, si quhet Champions League e Azijes. Champions League e Azisë. Çfarë ekipi është ka pas dhe çfarë niveli është andaj që të flasim ne çik për gjithë ekipat. Unë nuk kam ndonjë informacion shumë të madh për të. Po prandaj smiq që dhe shikuesit ta dëgjojnë. Po janë gjithë ekipat që lozin Champions League Azijës, Japonia, Kina, Dubai, që janë këto. Ekipi jot në çfarë niveli është? Champions League sa. Është nivel Champions League, ke shkuar në çerek finale kështu gjërash? Aty afër ishmi, humbëm ndeshjen e fundit. Po. Po ndonjëherë si thonë edhe në fat nuk e futboll, a? Normal, skuqtas, do kalojmë edhe pjesë kombëtare pastaj për çështjen e fatit, besoj që nuk na ndihmojnë në ndeshjet e fundit. Ore po ekipi Ronaldos. Po pra, për pjesën e përballur, a ka një lloj kategorizimi për golashënuesin më të mirë? Po besoj se ka sepse atë vit në Korejë që isha unë dola golashënuesi i ditë. I dytë? Pa, i dola i ditë në Champions League Azijës. Si i dyti, një sekond, se s'është normale që trajtoni kështu, i dyti e kalojmë te pyetja tjetër. Jo, isha i dyti. Një sekond, po pra, si i dyti, pse i dyti? Golashënuesi që ka bërë më shumë gola? Pa, në Champions League Azijës. I dyti nga fillimi Rom, jo i dyti nga fundi. I dyti nga fillimi, dhe ajo i fundi. Domethënë i dyti, i veç i pari dhe i dyti. Po Ronaldo i sajt ishte? Besoj Ronaldo ka qenë me 7 gola, ka qenë Mahrez që ka luajtur në Manchester City me 8 kështu. Nuk e mbaj mend bashmir, po unë kam qenë në Angola. Ronaldo shta? Pa, edhe një lojtar ndeshjen e fundit ma ka marrë me 10 gola, golashënuesi më i miri i Azijës. Po kjo është një dorëkitje në lafusi montazh, bravo të qof. Bravo të qof. Kjo është një ritje shumë e madhe. Do të thë Ronaldo 2 gola më pak se ti apo? Pa. Okej, shumë e bukur. Duhet të jesh shumë krenar për veten. Normal, sepse ka pas lojtarë shumë mbrapa me që kanë luajtur nivele shumë të larta. Okej. Ti gëzon një respekt të plot në Teheran apo jo, Jasir? Respekt të njohin gjithë kështu po. Gjithë. Është shumë vështirë me dalë jashtë. Vërtet? Pa, shumë vështirë. Ke fansa që të presin portotelit e këto? Gjitha, po është apartamentit, gjitha është shumë vështirë, shumë vështirë. Së gjë bukur. Sepse shumë tifoz ka dhe janë shumë të lumtur. Okej, po më trego pak për tifozët, domethënë, kur ndodh derbi në Teheran, ç'a ndodh? Nuk e di, po joftoj që të vinë, inshallah. Si tham, inshallah qetësohet situata se tani s'po ikim dot. Patjetër. Do zoti qetësohet atje sa më parë, sepse edhe njerëzit po vojnë. Po vojnë shumë, ha? Po vojnë edhe po u qetësoj me. Si ishte situata që ti more vendimin për të larguar? Para se me fillu lufta, më të them një 20 ditë, 25 ditë. Kur jeti aty mrena në Teheran e ndjen. Para se të fillonte ndjen. Po, ndjen sepse mos them më shumë se 10 ose 15 ditë që kam qenë aty, ka pas ditë për ditë protesta aty. Po, mbaj kundra liderit që dolën. Edhe ka qenë një situatë shumë e vështirë, sidomos nuk isha vetëm. Edhe sepse as aeroplana, as internet, as asgjë. Edhe sa minuta internet në ditë kishe? Nuk kishe në ditë fare internet. Nuk kishe fare, 24 orë mbillet fare, ka qenë çdo internet. Internet kishe vetëm brenda Tiranit në Iran.
që mund të flasësh në Iran, telefoni Në vetëm brenda shtetit. brenda shtetit, me telefon mund të flasësh vetëm me Po internet mund të futesh në Instagram, Jo, YouTube, s'ka nuk fare. Asnjë nuk na shikojnë dot ata tani. Asë gjë. Sa keq pra. Tani mendoj se shoh edhe në rrjetet sociale edhe gjithkund që është hap interneti, po nuk është hap 24 orë. Po pra diçesh me minuta, prandaj pyeta. Besoj se është hapa brenda ditës. Pse bëjnë këtë? Pse bëjnë këtë që mbajnë me minuta? Kush e ndërprer? Për shkak se akoma nuk është Apo i godasin Sepse nuk lëshon informacione. sepse Nuk lëshon informacione kam shtypja. Po pra, prandaj dua ta di. A është një teknikë e cila shteti i Iranit e bën këtë për që populli mos të informohet ose të disinformohet, apo është diçka që e bëjnë izraelitët ose amerikanët që godasin me besoj se nuk ka lidhje para atë pjesë që nuk ka lidhje, mendoj se edhe kur ka pas protesta s'ka pas internet, pa që okay. jashtë nuk e disha se çfarë po bëhet. Okay. Nuk e disha se s'kisha kohë as me folën, me shtëpisë as gjë. Se isha me thënë drejtën isha shumë vështirë. Shumë nuk është e lehtë pa internet. Sepse duhet thënë që Estegali, ekipi që ti luan në Iran është dhe në pronësi të familjes së liderit të kompanive, pa. Po. Të Khameneit. Pa. Të djalit të tij. Me sa ka marrë vesh ashtu është. A ke takuar ndonjëherë? Jo. Nuk e takuar. Asnjëherë. Jo, unë po se ka takuar asnjëherë ata vesh. Na thuaj momentin e parë. Ti e ndjeve 15 ditë përpara se të fillonte lufta me Izraelin për shkak të situatës. Jo 15 ditë përpara, mund të them një muaj përpara që filloishin ato protestat nga pak çdo ditë. Nga pak çdo ditë. Po kur filloi një muaj të fundit ishte shumë njerëz jashtë. Po, nisi lufta Jasir. Kaluan ja 4-5 ditë pa internet, si thash nuk isha vetëm. Edhe normal. Tash ne nuk dim ç'a ndodhet asgjë jashtë Iranit. Nuk dishim asgjë. Nuk kishte informacion fare. Po s'kishim internet fare, nuk dishim asgjë. Po kurse internet nuk kishmi, po gjithçka ishte hapur në Iran. Dishmi, hashmi, pishmi, ishte qetë. Pa, ishte një orë, nga ora 6 deri në orën 11 darkës që mos dale askush, për shkak protestave që bëshin shumë se shumë njerëz, është Irani shumë popull i madh edhe Dishin protesta. Në Iran protestonin këta njerëzit që donin lirinë ndaj Khameneit, po. Ashtu, me se kanë thonë edhe shokët e ekipit, nga regjimi nga këtë. Nga regjimi Khameneit. Edhe nga atje ja kupton pas 5-6 ditëve që klubi ma mundsoi bëri gjithçka për ne lojtarët që ishim nga jashtë, që na pron internet, me fol me Sollën vlla internet, Vodafone si këtu. Me kova, me USB kova. Ato për shembull kanë, për shembull nëpër te klubi, çdo klub në Iran kanë internet brenda. Në zirët atyre kanë internet normal, s'bot fjalë. Kurse nga jashtë nuk kishin. Vetëm nga zirët. Po. Edhe për ne bone gjithçka klubi, normal, nuk diskutohet. Përpara se të plaste lufta. Edhe do shkuam aty, i kanë folën me shtëpis. Ishte problem. Ishte merak, familja kishte merak. Gjithë merak se nuk kishme internet. Fare. As kishte fol as me sa ditë. 6 ditë herë, pastaj as lloj mesazhi. Asgjë. Asgjë. Herën e ditë mos them që ka qenë në 15 ditë pa internet. Kush ka mund kishmi. Kush ka qenë në mesazh i parë që ke fol me familjarët ose telefonat e parë? Gjithë ishin mërzit shumë sepse normal. Me kë folën fillim? Me të familjes, me mamin, babin direkt. Ato nuk e dishin akoma se situata, se si jam unë atje. Na haroj Hasani. Sepse kush e di ka gjetur andej na haroj Hasani. Te shtëpia nuk e ka ditë sepse mami nuk shef televizor, nuk shef. Po? Shumë rrallë. Edhe kurse babi normal ka qenë futbollist edhe e ndjek këtë situatën, e ka pasur si është situata atje. Dhe kush ishte mesazhi i parë që folën me shtëpisë? Ato nuk e kanë pritën fare që unë i marr brenda 15 ditëve në telefon. Nuk sepse mami ka qenë në misafir, me sa di mos më ka thënë babi. Edhe ka qenë televizori shumë edhe ka ndalë lajmet në televizor që po kris lufta në Iran. Okay. Edhe aty pastaj ka qenë diku tek shtëpia një mikesh ose kështu po thua dhe aty ka zbuluar rastësisht. Aty ka zbuluar rastësisht nga televizori që flasin lufta në Iran. Në Iran. Edhe aty pastaj që ka marr babin telefonin ka thonë
pse s'ma ke thënë mua që situata shumë e keqe atje, unë e kam pa që s'ka internet, edhe mrenda 15 ditëve ka qenë që kemi pas ndeshje jashtë, edhe Ishte në Dubai? jo, para se me ikë në Dubai, edhe kam marrë aeroplanin pas ndeshjes, erën e parë që ika kur s'kisha internet, sa kam rritë në Istanbul, edhe i kam marrë në telefon ngelën të habitër gjithë që si ka mundësi na ka marrë në telefon tani, sepse 15 ditë nuk ishe asnjë shans që me folën. Nuk ishe asnjë shans. Kjo wow, sa fort. Shumë fort. Kjo ishte gjatë kohës pa nis lufta. Pa nis lufta. Ku ishte kohë protesta. Pastaj kur u kthem këtej, filluam ndeshjet, por nuk ishin në ndeshje se pa tifoz, pa asgjë, nuk ishin ndeshje që kishin qenë, që kanë qenë pa tifoz, pa emocion, pa asgjë. Po. Por pastaj kishim ndeshje Champions League, u kthem prap. Edhe kur u kthem, me thënë drejtën, ka qenë dita e premte, me sa mbajmend e premte ka qenë. Po. Unë e ndjesha që mund të ketë ndaj sens, sepse sepse nuk flehet gjumë rat. Nuk flehet gjumë nga çdo situatë, nga çdo protest, nga çdo gjë. Po merre vetë çfarë bëj. Po, nuk po dishmi asgjë ç'a bëhet jashtë. Nuk kishmi internet. Sa do ti ne jemi mësuar, rish pak në telefon, është e vështirë. Ne gjithkohës ishmi bashkë në lojtarët e jashtëmit. Edhe e thëshmi, ja kupton që mund të plasë lufta, po lojtarët e tjerë thëshë njës, nuk besoj sepse nuk ka shans me fillu lufta. Edhe qëndrimi juaj ishte kur shkëshmi në shtëpi në Teheran, po. Në Teheran nuk ishte ajo që mund të fleje gjumë tirat. Se sa do pa kur mendoj nga momenti në moment plas lufta, po. Sepse je aty, e shef, se nga jashtë nuk din asgjë, se ç'a bëhet. Po. Se nga jashtë, kur kemi ardhur, ne kena pa shumë lajme që mund ta godase, mund sulmoj lufta. Kurse atje ishmi në qetësi. Ne ishmi këtë jashtë. Nuk ishte informacion që Izraeli mund sulmonte. Asgjë s'dishmi, asgjë. S'kishin internet, po. Ne bëshmi stërvitjen, mbas stërvitjes dilshmi në restorant, rishmi, mos them 20 orë ishmi vetëm jashtë. Gjithkohës jashtë, s'ke. Sa gjumë flinit 4? Po 4 personë se s'ke pa internet. Nuk zë gjumi. Nuk zë gjumi. Nuk zë gjumi. Po normal sepse të gjithë janë mësuar që para gjumit mos e çon shikojnë internet, po. Mos e çon zoti që po. Ta provoj dikush. Mos e çon zoti sepse nuk është e lehtë. Po na tregova vazhdo se ishte shumë interesante. Edhe ne to folëm kështu. Shkojmë në grumbullim se kishim ndeshje të premten, tentën ikëm grumbullim edhe tash duke u tallën edhe merr një shokun tim ambasada e Francës. Po? Në telefon direkt. Francez. Pa internet, pa asgjë. Thotë që do krisi lufta. Ne tash, me thënë drejtën, ne ishmi të luajtën Ludo King, 4-5 veta, ne ishmi të rezi, të hongër të pije, a i thotë, po kris lufta. Edhe, nuk ka shans, le, edhe thotë, okej, ju e dini. Edhe, nuk ka shans se besoj se mund, për shembull, po pa ndaj gjëra që nuk shkojnë, po pa që ka problem që mund ndodhe, klubi na informon direkt. Po. Na thotë, shife kështu, mund të ikni direkt, a kupton? Po. Nuk ishte ndeshjen, edhe pas ndeshjes, kur mbaroi ndeshja fituam. Edhe as internet, as gjë, vetëm e kam pa telefonin që i kanë ra pa numër. 4-5 herë, ishte ora 8 e darkës. Fluturimi i fundit ishte në orën 10:45 darkës. Fluturimi i fundit që mund të largohesh nga Irani. Pa. Okej. Edhe tash unë kisha 20 minuta kohë nga stadiumi me ikën deri te shtëpia mi po rrobat gati. Po kush të kishte marrë në telefon? Kush ishin? Nga klubi. Nga klubi. Gjithëve na kanë marrë telefon. Se mund për t'ju informuar, e kuptoj. Pa, që mund filloj lufta, por nuk kemi të sigurt 100%, a kupton? Po, mbajsi kemi 2-3 ditë pushim. Ju çunët e qeni jashmit mund të ikni për shembull në Dubai ose ose shkojnë në shtëpi tuaj. Ata që janë të ardhur në Iran mund të kanë luksin që të shkojnë pa 2-3 ditë pa. Unë ju them atij unë do iki në Istanbul. Edhe do ju pres aty kush do më ardhen. Po. Edhe ato të tjerë më thonë mua jo vetëm Adam që ka luajtur me Real Madridin, e kam aty në ekip. Tha unë do vi me ti për në Istanbul dhe dalim aty rrim pak edhe pastaj ikëm për shtëpi për Madrid. E thash po, ikim. Nga stadiumi 20 minuta më të shkëtike deri te shtëpia, se ka shumë trafik kur luan ndeshje shumë. Pa në atë kohë nuk ishte tifoz. Po. Nuk ishin shumë.
Ka mikën, nga shtëpia I kisha unë mos them 35 minuta aeroportin. Okej. Larg, nuk veç I kam thonë atij jepi më shpejt sepse nuk kemi kohë. Normale. Se ishe ora 9. Qa pasi lufta, po patjetër. 9, ishe 9, edhe I thësha jepi më shpejt edhe në atë moment unë flisha me klubin, I thësha thuri atij që mos ta mshelin Derën e avionit. derën e avionit këto që Po. na presin, na kupton. Si jemi di veta, se normal, klubi ka fuqinë e vet edhe. Po patjetër. Më thënë drejtën para se me shku vesh vinë në telefon të e marrë shoferët, si unë atje I kam shoferët e mi që rrinë 24 orë me mua. Si shoferët, nuk e një ke disa? Disa kam. Kam 4-5 shoferat mi që janë 24 orë. Për mua, për familjen time. Mend emrat? Ka plot e emra. Edhe I marrin nga aeroporti dhe çdo fluturim anulohet. Edhe tash me thënë drejtën si isha në makinë me Munirin. Edhe thosh. Muniri është lojtari që ka luajt e Reali, po. Te Barcelona. Te Barcelona, sorry. Pa. Edhe Se Madrid. në atë kohë kupton vishin çunat e tjerë mbrapa. Ato I kishin fluturimin për në Dubai. Okej. Unë me Adanin e kishmin në Turqi. Kur tha shoferi që është anullu gjitha, thash tani vetëm me makinë me ika. Po. Se s'ke me makinë dush që... Ti ke me makinë nga kufiri? Po, ti vish në Turqi. Po, me Turqinë. 18 orë me makinë. Kur themi afër 18 orë, po. Pa, afër nuk e ke 18 orë. Po. Edhe ishte vetëm një aeroplan Iranit që ishte në pikpyetje a nisët ajo. Ajo, kur tha ashtu, mendoja sigurt është aeroplani janë. Okej. Se disa herë kina ika, na kupton, kina shku pushime kështu dhe jena kthi prap. Normal. Këtë rast isha vetëm unë me Adanin, kurse ato tjerë ikan e kishin 5 mëngjesit, në 6 për në Dubai, për Po. se kemi afër Dubajin edhe unë me thënë drejtën e marr shokën tim që është lojtari I Maqedonisë, Stefanin, ka ndalë lajme gjithkohë që Po. e kam ndihmuar edhe I them unë jam të ikë për në aeroport, ai kishte çtu në ndeshje. I them po iki për në aeroport sepse mos them 99% nis lufta. Po. Nuk dua me të thonë se nuk jam I sigurt. Po, me sa na kanë thonën, Por unë po iki, po. unë po iki. Unë e di thash që s'do kesh as internet, as asgjë, po të marr në telefon direkt. Qa thaj? Edhe thot, ja, ti po bën shaka. Unë them, nuk jam të bë shaka, them, Raketa në mikros. sepse në gjithë kohës, e di, flishmi në telefon, duke u tallën, e di, edhe nuk e zishmi 100%. Po në mëse nuk ta mendoj që mund të vi raketa unë një pak ditë mendën, bukur, po. sepse gjithë kohës ne kemi qenë duke luajtur Ludo King me shokët, e kupton, ai se ke luftë në Ludo King, S'është normale. se ishmi në qetësinë tonë. Po byrek, Burek skati. S'kemi hangër. S'ka nga byrek. Edhe më thot, jo, nuk besoj, se de bëhet mirë. Mirë, thash, ti e din, thash, po duhet I marrë edhe në telefon këto shokët e tjerë. Po. E thot, okej, edhe unë po e marrë menaxherin tim, edhe I them, kështu, nëse po vi për në Stamboll, se kam ditë pushim, edhe thash, po nuk ka asnjë gjë dhe vi prap. Po. Edhe me thënë drejtë menaxheri nuk më besoj ke. Thoj jo, ti do marrë vetëm për pushime dalë këti, nuk e ke di mendjen për stërvitje. Për stërvitje. Po, okej. Se kur nuk je aty është shumë e lehtë paraqitësh. Po patjetër nuk po si e ke përjetuar ti nuk e kupton askush, patjetër. Po, është shumë e lehtë thush, jo ti s'ke bë pushim, do me bë pak pushim, jo. Po patjetër. Unë kisha një vit e gjys, 2 vite pushim pa ndalesë, s'kisha pas fare, se isha në Kore dhe në Iran është kampionati ndryshe. Unë sa kisha fillu atje, sa kisha mbaru në Kore kampionatin, kisha dhe 3 ndeshje, unë erdha në Iran, sa kisha fillu këtu kampionati ndeshjen e ditë. Okej. Edhe më thotë më, jo, ti kështu, thash, unë do vi, thash, Stamboll, do ri, thash, 2 ditë, po? Edhe pastaj shohim që nëse s'ka asnjë, se të kthehemi gjithë bashkë, normal. Edhe me thënë drejtën, sa kina arritur në Stamboll në orën 5 mëngjesit, ndoshta 3:05, edhe sa kam zbritur nga aeroplani, marr shtëpisë në telefon, I them, kështu që jam në Stamboll, rini qetë, mirë, ja. Okej. Edhe të lumtur normal familja zot fjalë, edhe tash duke shkuar te bagazhet me Adanisha, edhe vesh më vjen një mesazh nga Irani, sa po ka goditur Izraeli. Wow. Qa thua?
e thash, qa fate kina pas. Jo. Edhe tash, prap, kur e lexova mesazhin, nuk besoj. Nuk e besoj. Po. Po e shoh në Telegram, sepse klubi ka faqen zyrtare në Telegram aty që për stërvitje për gjitha pa më shumë. E shoh aty që ka godit Izraeli. Wow. Ço thon? Edhe unë me Adan që ishim në Istanbul të ke bagajle dhe shofim njëri tjetrin si. Tash kishin edhe atë që vishin me na ndihmu, kam do shok në Istanbul, në aeroport atje. Edhe kështu, keni pas fat. Wow. Një orë, fati ka qenë një orë. Një orë pse? Pas në orën 5 mëngjesit. Aha, okay, po, ishte thjesht. Sa është ora, Po më the diçka më, ku ka goditur një raket? Ka goditur afër atje te apartamentet e tona ku jena. Po. Sepse normal, do godasin tani gjithkund. Dhe që nga ky momenti nuk u ktheve më në Iran? Ja. Nuk e sepse Nuk se kisha harruar në karikus telefonin në gjërë ti kita. Me thënë drejtën kena harruar shumë gjëra atje, po. Po pra, s'ke në gjitha ndej, po, ha? Sepse nuk i kam pas mendën fare qa mund të harrojsh. Po tjetër. Sepse mendja më ka shku direkt ke Stefani, ke Moniri, ke lojtarët e jashtme se nuk ka shanse u mbill. Po tani Stefani janë ata. Tash ato kanë bënë me makinë 18 orë deri në Turqi. Ai që në makinë. Po Stefani nuk është me mua me një ekip, është me një ekip tjetër. Po si do të Kurse po. lojtarët me mua që loze Moniri këto. Janë gjithë safe, ë? Po gjithë safe kanë ditë mbas as më rita 24 orëve kanë marrë makinat, shoferët e vet ai ka çu deri në Turqi. Si është ndjesi, domethënë kur shef vendi ku ti ke jetuar dhe ke luajtur dhe të ka duar trokitur, ta shohësh në atë farë gjendje. Me thënë drejtën, kur kam arritur në Istanbul, ka pas një 5-6 ditë që s'kam flet gjumrat. Po. Më qaj ke zemra nga mrenda. Sepse çdo ditë, unë e disha që s'ka internet, çdo ditë i mirsha gjithë ekipin telefon. Pa më parasysh, e disha që nuk ka internet. Po i bisha në telefon. Thosha ndoshta mund të lidhet me internet. Misha në telefon pa internet kështu edhe. Po ndjeva shumë keq. Me të drejtën shumë keq pa gjumë fare. Po. Edhe sot më qetësuan tani direkt. Po pra, I ke kontakte sot me ta? Po. Flas me gjithë, flas. Po gjithë mirë janë shiqir. Ça mendimi ke qëndrimi jot në lidhje me këtë luftë që vazhdon të ndodhi, këta bëjnë paqe, nuk e di, 10 ditore, 20 ditore armësim, po. Me sa kam lexuar unë, tash është qetësi, nuk ka asgjë. Tash ka filluar edhe internet pak të kenë. Po inshallah. A do kthesh me në Teheran? Tash më marr lajme tash iki nga këtu direkt. Bravo. Pa, tani ik direkt. Kish treguar shumë i madh më. Edhe nuk dua fare, nuk dua po qetësu se besoj që kisha ik në ekip tjetër. Asnjëherë. Oh, so nice. Sa bukur kjo. Sepse aty kam pa dashuri të madhe, të respekt të madh. Okej, do të bëj një pyetje, por dua të jesh i sinqert. Ke parë dashuri të madhe, respekt të madh dhe unë kam parë video dhe ne kemi folur për të qenë bashkë. A ke parë dashuri më të madhe aty apo këtu? Me të drejtën pak e vështirë. Dua përgjigje të sinqert. Me të drejtën, shive, edhe këtu me kombëtarën normal, kur u kualifikuam në Gjermani, ka qenë një emocion, një dashuri e madhe shumë, normal. Po s'diskutohet. Nuk diskutohet, ne jemi pa. Po më jep ju përgjigje të sinqert sepse ku e ke shijuar? Mirë, po e lejmë kombëtarën anash. Okej. Po e mbledhim gjithë ekipet ku kanë qenë, kombëtarën ja. Se tani nuk un lozi për kombëtarën, un jam e dua ata. Është tjetër emocion kur loz për kombëtarën, është tjetër emocion. Ka shumë të drejtë, nuk janë gjëra. Por atje gjërat janë pak ndryshe. Kurse për çdo ekip, për çdo, po, edhe unë jam shumë i vërtet. Nuk ka emocion më të madh ta veshësh fanelën e kombëtarës. Nuk ka, nuk diskutohet. Patjetër, po flas, unë tu nuk po flas për fanellën. Unë po flas për dashuri, për dashurinë e trajtimit, për dashurinë e trajtimit. Për fanellën nuk e vën diskutimin që ke nder e vendos pa. Diskutohet. Se çdo njeri gjatë kemi vite që njihemi bashkë. Po flas për duar trokitjen, sepse unë nga sken unë e dalloj kush duar trokitja më Po si mendon ti, ke pa video? Unë mendoj se në Teheran. Mendoj se edhe këtu ka pas shumë. Po s'diskutohet. Nuk e diskutoj sepse në Teheran nuk e kemi parë ashtu. Teheran është si me Santiago Bernabé. Po normalisht nuk krahasohet kombëtari, ë, njerëz. Nuk krahasohet kombëtari, nuk po diskutoj për kombëtarin, nuk po diskutoj për fanellën, nuk po diskutoj për publikun.
Po diskutojmë për spektatorin që vjen të ndjek atje, për tifozët. Çmend janë. Të çmend, a? Në ka bërë përshtypje, pra i vendosën. Besa, nuk kam lozën shumë ekipe, por tifozëri si që ka ekipi mes të egal, nuk e di, mendoj që ndoshta në Maroko, Casablanca, mund t'jetë pak ma lartë se këta. Po nuk krahasohet me asnjë ekip që ke luajtur deri më sot. Ma asnjë ekip, nuk është ekipi më i madh në Azi. Në Azi po e kapim, jo vetëm në Iran, në Azi. Po është ekipi më i madh. Po flasim vetëm 85 milion në Iran. Në Iran, vetëm në Iran. Vetëm në Iran. Po. Jashtë Iranit, sa milion mund t'jenë? Se di, nuk e di, mbi 100 milion, po. Shumë. Ma shumë besoj se ka. Sepse kur kemi lozën edhe në Dubai ka pas shumë tifoz. Është çështje numrash apo çështje dashurie? Sa të përfshirë janë ata me futbollin apo çështje numrash? Jo, dashuria e futbollit e sinqerta. Dashuria e futbollit. Besa atje nuk mendoj që nuk mund të kesh jo miliona, biliona. Nuk i intereson atyre. Fara zero. Ajo dashuria e madhe e klubit, tifozëve që janë, nuk kisha pa tifoz aq që po të humbish një ndeshje nuk e mbajshin datë vetën duke qajt nëpër rrugë, nuk kishe shans një tifoz ta shifje që thoje ok, kemi up këtë ndeshje, fitojmë ndeshjen, nuk ka shans. Duan, janë pasionant. Shumë. Pasionant, prandaj po them se nuk ka të bëj vetëm, nuk është vetëm çështje numrash. Jo, nuk ka lidhje fare numri aty, nuk ka lidhje se kur bëhet derbi aty, mos them se ndër 200.000 vetë ke në Stadium Arena. Do të thënë ty të bie telefoni tani ike. Tani. Mbaje fikur. Na duhesh dhe pak. Ta mbyllim këtë pjesën e Iranit me një fjali për luftën. Sepse është normalisht akoma nuk mendoj se plagët janë shëruar, nuk mendoj se situata është totalisht e qetë, të paktën në ato çfarë shohim në media. Çfarë mendimi ke për nisjen e kësaj lufte dhe për mënyrën se si po trajtohet? A trajtohet në mënyrën e dur në media apo është normalizuar, po? Mendoj se nuk është në rregull çdo gjë. Nuk, sepse në Iran mund që s'kajnë internet edhe nuk dalin shumë gjëra, kupton, edhe. Por në këtë pjesë nuk si di çfarë më thon sepse nuk marr vesh nga politika dhe nuk duhet të flas kur për politikë se nuk më intereson. Se ne jemi futbollistë, ne kemi sportin, por thjesht po flas për ndjesinë tonë. Thjesht ndjesi jam shumë i mërzitur sepse më mungojnë me thënë drejtën gjithë. Jo vetëm klubi, gjithë njerëzit atje se të respektojnë, të dashurojnë as shumë edhe ndihem shumë keq, me thënë drejtën shumë keq. Mendon se ju është bërë një e padrejtë? Po tash nuk e di, unë me sa kam fol me lojtarët e Iranit, ato nuk kanë dash kur luftë me pasën, sepse gjithë njerëzit ishin normal. Çdo gjë normale, kupton, nuk kishin asnjë që ato kërkojshin patjetër. Ato gjithë ishin të lumtur, gjithë thoshin inshallah nuk ka luftë asnjëherë sepse Irani është vend shumë i mirë. Shumë i bukur, njerëz mirë, që dashurojnë, respekti, çdo gjë. Por tani nuk as populli nuk e ka vetë dorë. Patjetër. Ti unë më thënë drejtën po tjetë 90% që kam mbaruar në shkoj nesër. Okej, po dhe një pyetje të fundit për Iranin. Ti vet Jasir. Vetëm mos më thoj për burek. Jo. Ti vet, a di ta bësh burekun dhe me sapet? Edhe me sapet, me mish apo me qep? Jo, ti vet Jasir. A ke lënë dikën në Iran, domethënë që të kam marr malli? A kam lënë në Iran? A ke lënë dikën në Iran që ta ndjen zemra dhe të kam marr malli? Pyetje shumë e sinqertë. Me thënë drejtën për ato që të klubit që punojnë atje, për fanela që janë gjitha. Po lere doktori, ato më ka marr malli. Po flas për vajzat. Ja. Me thënë drejtën një. Për vajzat, doktor të klubit. Doktor të klubit. Për doktor të klubit po, për vajzat. E kuptova. Për vajzat, si ishin vajzat atje? Po gjithë kush ka qenë aty, gjithë thënë që vajzat janë shumë të bukura. Po ti çfarë thua? Po janë të bukura. Janë të bukura, a janë të mbuluara të gjitha? Ja.
Nuk jam gjithë. Nuk ka lidhje fare. Kam parë video që Irani në vitet 70 për shkakun ka qenë kështu botë hapur, nuk ka pas Nuk janë gjithë të mbuluara? Jo, nuk janë gjithë të mbuluara. Normal është, si më thon në Turqi, në gjithë vendet e Evropës normal. Ka, po janë janë vajza të bukura? Po. Po? Po janë normal. A janë të zgjuara? Po janë të zgjuara, sepse janë zgjuara shumë. Do të thënë ti po më thua, do të thënë ti më thua që janë vajza të bukura të zgjuara dhe ti nuk e lën dikë andej? Ja. Vështirë, sa besoj. Besa. Ha? Ja, nuk e lën, ha? Okej. Mirë. Dakor. Po të besoj. Okej, mirë. Po të besoj. Na dhe një impresion se si janë vajzat andej për gjithë shqiptarët në Iran kur të mbaroj lufta. Me sa kam folur me të klubit, tash aeroplanët e në hapën. Po vërtet? Pa. Nga Dubai dhe nga Turqia më duket se kështu që çuna, nëse jeni të interesuar për vajzat bukura ka Irani plot sa duash, apo? Plot. Okej. Shumë e bukur. Kalojmë tek pjesa e kombëtare. Flasim çik për vendin ton tani. Për vendin ton. Jasir, personalisht, unë jam mërzit shumë që ti nuk e luaj ndeshjet e fundit. Personalisht. Jo si shoku jot, por si një njeri që i kam shijuar golat e tu. Ti ke bërë gola vëllai që besoj për shumë kohë se kur nuk janë bërë në kombëtaren shqiptare. Në ato distanca me një të majtë të fortë fuqishme. Si ishte kjo situatë vëllai që ti nuk sepse sa luan kombëtari unë dhe Donaldi diskutojmë shumë shpesh këtë gjë po Jasiri. Ha. Sepse ti e dhe me vepra që ti mundesh që të bëje diferencën në ndeshje decizive. Po mendoj se ndoshta ka ndikuar edhe stërvitja. Si stërvitja? Stërvitja? Se s'kam bërë sisha me Estegalin, për shkak luftës. Se unë kisha 20 ditë pas stërvitje me ekipin. Thua se 20 ditë, po 20 ditë nuk dikojnë tash që nuk dikojnë një lojtar që është në të tilla performanca, luan në ekipin më të mirë pothuajse të Iranit, me ekipin bazë të Teheranit, golashinusi më i mirë në Champions League-ën e Azis, një golashinus shumë i mirë në ndeshje decisive për kualifikimin e Shqipërisë në Europian. Tani këto janë disa statistika që ne nuk i mohojmë dot. Dhe nuk mund të shuash me 20 ditë jo stërvitje bla. Me 20 ditë jo stërvitje ti dhe mund të pish alkool 20 ditë ti mund të futesh në lojën e ose të thuash më ke harruar bicikletën, sa harroj. Ati është trajneri që vendos e para. Po patjetër pra, pse nuk vendosi trajneri, a mund t'i them disa fjalë? Po tani nuk jam trajner. Unë lojtar jam, mund ta pjesë. Po për çfarë nuk A e ke pyetur? E kam pyetur, kam biseduar edhe më ka thonë që s'ke bë shumë stërvitje, s'ke pas ndeshje. Por thjesht tani trajnerin shef çdo gjë, çdo ndeshje, çdo stërvitje. Nuk diskutohet aty. Okej. Është justifikuar thjesht me mua? Ha? Jo. Është justifikuar, kështu që ti s'ke për stërvitje? Nuk e di me të drejtën, sepse janë zgjedhjet e trajnerit. Po. Janë zgjedhjet. Pastaj se unë e kisha mos them një vit e gjys pa pushim. 2 vite. Okej, patjetër, po ai je mërzitur për këtë gjë? Shumë. Je mërzitur, no? Sepse në ndeshjen me Polonin, ndeshjen e fundit për shembull ti nuk ishe as në bankinë, ti ishe në tribunë. Po. Mora vesh kur ikëm në Poloni që nuk jam në bankinë. Me të drejtën u mërzita shumë pafund. Po. Edhe me të drejtën s'kam flet fare gjë. Më thënë në fakt, po diskutoni me Jasin. Nuk kam qenë fare në atë veshë drejt. Që t'ishe i lumtur apo gjë, sepse mendoj që paktën në bankinë mund të kisha qenë. Të paktën në bankinë, po që ta Po tani si tash janë zgjedhjet e trajnerit, ai e di më së miri ti. Ti bravo që ne diskutojmë zgjedhjet e trajnerit në të mes, ne nuk do japim mend trajnerit. Ne jemi lojtar, ne bëjmë stërvitjen maksimum, tash zgjedhjet e ka trajnerit. Zgjedhjen e trajnerit ti respekton patjetër, por ne po flasim për ndjesinë tënde. Dhe po flasim për një Jasir që ti po më thua po luan me Estegalin, edhe ke një karrierë shumë të mirë andej. Të paktën unë gjykoj nga videot që kam parë, nga bisedat që kemi bërë bashkë, nga përfshirja e tifozëve, dhe kur vjen këtu nuk grumbullohet as me kombëtaren në bankinë, dhe mua kjo gjë nuk më duket normale. Mendoj unë tani, dhe unë prandaj e shtroj këtë pyetje. Prandaj ta thash. Që e di trajneri. Ai vendos çdo gjë. Ti mund të jesh po vendos. Mërzit, nuk mundesh ti thush. Asnjë gjë më shumë. A është marrëdhënie Silvinjos për shembull me lojtarët si marrëdhënie Ramës me ministrat? Është pak a shumë që ti zgjedhje atit, në sensin që ti ai na ka respektuar që ditën e parë kur ka ardhur. Gjithë, pa marrë parasysh çdo lojtar që ka ardhur
grumbullin tjetër s'ka qenë ose lëndum, ka qenë korrekt maksimalisht me gjithë lojtarët. Tash unë për vetim edhe mund ta e besoj që ndoshta ndikon që s'kam pas ndeshje. Po. Ndikon. Po, a mendon se të luaja kundra Polonisë mund të ishte për diferenca? Mendoj se kam treguar vetëm kundër Polonisë. Sa e bukur. Sa e bukur. Shumë e bukur. Tash mund ta them edhe po, edhe jo, se ajo është ndeshje shumë e vështirë që me pak fat do e kishme kaluar. Po. Unë mërzita shumë të kam ndeshje, them drejtën. Me thënë drejtën nuk kemi pas raste unë jam mërzit shumë. Nuk kisha pa Polonin kaq dobët. Sepse kemi pas rastet e tona që t'i bëjmë 3-0. Po, i kemi parë gjithë rastet. Por prandaj thash fati pak neglizhohen shumë në pjesën e sulmit, po herë. Shumë pak na mungoi fati. Nuk i shfrytëzohem rastet mirë, kemi pas rastet pastra të pak në 3 rastet pastra që mbajmë mundur. Çdo lojtar humb rast. Çdo lojtar, pa marrë pas. Patjetër, nuk e diskutoj. Unë me Bajramin flas 24 orë. Po. Bajramin gjithë çunat flasin. Po. Tash njerëzit po them gjobur. Jo, mund ta bëj gabim këtu që kjo është puna ime, çdo njeri lojtarët gabojnë. Patjetër. Gabojnë normal. Sidomos në presione ka presioni madh sekundi. Po. Atë që mërzisa ka qenë Bajrami që nuk ka nuk e diskutoj fare, nuk pa fat. Pak fati joni mund kishim i kaluar. Po mendon se mund të bëje diferencën, po e bukur kjo. Unë do kisha një se Donali më ngacmoj pak fantazin. A të duket veti aty, Jasir, si një, me që se krahasohem me Ramër, si një Erion Braçe? Pse? Që nuk e ka grumbulluar e plek. Pse Braçe se grumbullon Braçe? Po s'para grumbullon, bra. Okej. Mos të bëj si Elisa të përjashtojnë, pa. Si Braçja, s'është problem. Okej, nëse se këto janë situata këtu. Janë situata politike në vend. Okej, Asir. Në ndeshjen me Izraelin, që kemi tani në datë 6 qershor është? Po, besoj. 6 qershor? Po. Si mendon do luash? Po tani do luash. Domethënë, nga që luan për Iranin, a do ishte çik kështu? Përgjigjet do sa. Është një zgjedhje shumë e vështirë. Me të drejtë. Po dua të di tënde përgjigjen do të thotë Silvinio futun në nxemje. Kundra Izraelit. A do luaja? Edhe mund të luaja, sepse unë po lozi për kombëtarën shqiptar. Okej. Po ajo është ndeshje miqësore, nuk është ndeshje por zakonisht lojtarët në Iran që janë gjithë. Jo vetëm në Iran që lozin apo vende tjera. Okej. Zakonisht ato kur fillojnë ndeshja lidhin duart me fasho të kuqe? Me fasho të zezë. Të zezë, po, në shenjë zjerë. Po ata e kam menduar se da e bëj sepse më ka marrë malli shumë para ata, sepse më kanë dhënë bukë edhe respekti që ma kanë bërë mua, unë nuk do harroj kurrë në këtë botë. Shumë bukur, minjoja, që është një virtyt që shumë rrallë njerëzit e kanë, sidomos sportistat ose artistat. Se pas i fluturon pak plako, fillon e umbet atë kontrollin me realitetin. Okej, po të marrë një, se unë kam qik filmikën të zhvilluar në tru. Një informacion, okej? Luajmë kundra Izraelit. A do t'ja jepjet dorën lojtarëve të Izraelit? Dorën patjetër, sepse vetë jam lojtar, vetë ndihem ashtu edhe duhet të respektoj çdo popull e çdo Patjetër. Kurse po bona gole nuk do festoj. Po gole nuk do festoj. Po, okej. Për shkak Iranit. Shumë e bukur. Për tifozat, për popullin atje, sepse ta thash aty shumë e bukur. Nuk mund të harrosh se çka kanë bërë për mua. Edhe kjo është shumë e bukur nga ana. Kjo është shumë e bukur nga ana jote. Tani unë do të kthesh edhe pak tek gjendja e kombëtarës, tek ndeshjet e kombëtarës, tek menaxhimi i kombëtarës. Tek Silvinio. A mendon se ka bërë menaxhimin e dur të paktën në minutat që ju ka dhënë lojtarëve në fushë? Si për shembull rasti jot, rasti Muçit.
Shive, treneri, si s'tash. Jo, patjetër, po patjetër që shive. po dia i Pas mund të flas ju vëlla se ai Jo, nuk, do ta mbajë çik mirë me Silvinjo tash. Ja, nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje fare. Ishte një pyetje që unë ja bëj vetes, prandaj doja të jep. Ja bëj vetes dhe. E kupton? Jo, ja bëj vetes ore. Ja bëj vetes, ta bëj ty. Por Shive, mbaj mirë o plagu. Jo mbaj mirë, nëse si ti e fol, Jo, unë jam mirë. kuptoj. Po, unë jam mirë. Kuptoj tash. Po me thënë drejtën, jo, me for tani po e flasim realitetin. Unë dua vetëm realitetin. bla. Realitetin. Ai është një ëngjëll. Mendoj se treneri i bën zgjedhjet e duhura. Ndash gabim, ndash për të mirë. Ai është trener, ai mba përgjegjësinë. Tashi diskutohet. ai shef çdo ditë stërvitet çdo lojtari. Kush është në formë më të mirë. Patjetër, po. Edhe ai e vendos. Po. Ai e vendos. Nuk kemi ne vim këtu t'japim maksimumin të lozën për fanelën më të mirë në botë. Patjetër, po. Të jemi të gatshëm për fanelën më të mirë në botë. Sepse Patjetër. Nuk duhet të parë si personale, edhe tash nuk ka personale, kombëtare nuk ka. Po kështu Ati vim për gjithë, ta bëjmë një popull krenar. Shumë bukur. Ajo është. Tashi, prandaj them treneri ka disa momente, po. çdo zgjidhje që bën treneri, jemi dakord. Pa më parasysh a los, a jenë tribun, a nuk los, ne duhet jemi, nuk kemi, nuk kemi në ekipat e tona. Patjetër, nuk e diskutoj. Po ti je në ekipin tënd, mund të flasësh, diskutosh me trenerin se ku është problemi, kurse në kombëtare nuk ke. Okej, dua të bëj edhe një pyetje për sa i përket publikut, dhe tifozave, kuqezi, sepse ne bashkë kemi qenë në momentin që ti bëre ato golat fantastik që ti shpërndan faqet më të mëdha në botë dhe patjetër. unë kam parë të gjën. Ishte një histeri për ty Hasan. Një histeri, unë mbaj mund të vini poshtë e hoteli, lloj emrash, lloj njerëzish, se ne kemi qenë bashkë dhe kemi diskutuar të gjën, apo jo. Po çfarë si kanë emra, çfarë si kanë njerëzit. Dhe pas një kohe, gjëja sikur u harua. A ndjen të njerëzit A ndjes që kish gënjur plago? Na njerëzit për shkakun që pas ndeshjes të vinin aty të përçafonin dhe të bënin olla biznesmena, njerëz që për shkak duan të kenë afër. Kemi folën e këta. Po e kemi folën e këtë dhe dua ta diskutoj. Do gjithmonë që ti kur je në vëmendje, gjithë duan pak nga vëmendja jote. Ja mos jam me këtu, filanin, hajde çik. Se kështu, ha? A ndodh që ti në momentin për shumë ja si Do me më ka promejën e vend. Është unë pyetje këtu njerëz, unë kam vetëm për kombëtare, le të themi çfarë mund të jetë për kombëtare pyetje teknike, unë s'kam bërë asnjë pyetje nga fleta. Edhe dua ta di vërtet të ndjesin tënde. Mendoj që nuk jam harruar akoma, Po. por ndoshta e ka merituar të lozi ndeshje që mund të kisha bërë mirë, mund të kisha bërë dhe keq. Nuk diskutoj. Po mendoj se me ndjesinë që e ndjej unë me shpirtin që isha i përgatitur shumë, mendoj se mund të kisha dhënë kombëtarë shumë. Mund të kisha dhënë kombëtarë shumë. Mendoj se akoma njerëzit i kujtojnë golët. Po. Nuk diskutohet ajo sepse e shoh, pa marrë parasysh se një lojtar ke kohë që ndoshta nuk je në formë më të mirë. Ke që mund të jesh në formë më të mirë. Unë është pak e vështirë. Patjetër. Tash kur nuk lozën, pa marrë parasysh se mund ti trish pushim 20 ditë, 30 ditë. Po. Por sa do pak ndikon në fushë. Po patjetër, nuk e diskutoj. Edhe prandaj, unë po them, ndoshta që s'kam lujtën, edhe nuk kanë qenë ajo në dashuria që më shumë se për trajnerin në Romë kishte për njerëzit, për mbështetësit Flavo. Për mbështetësit që vinin më te hoteli. Me të drejtën në jetën time, po ta them, në jetën time, këtu ku kam arritën, e kam pas mbështetjen vetëm nga shoqëria, që i kam si vëllezër që i du, nuk e kam shumë të madhe. Patjetër, po. Mbështetja më e madhe ime ka qenë familja ime. Asnjë njeri në këtë botë nuk më ka ofruar një dorë një mbështetje. Çdo gjë kam arrit me komët e mia. Nuk kam pas as, me të thënë drejtën, edhe menaxheri as shumë që ka bë për mua nuk e ka bë vetëm, e kam bë unë. Unë e kam rritën si menaxher. Unë e kam ngritën aq lart ata që sot ai flet me klube shumë të mëdha si në La Liga, në Angli apo gjithkund. Po, unë e kuptoj. Edhe po them që përveç familjes, shoqërisë time, që nuk t'i harroj kur që në momentet më të vështira kanë qenë shoqëria ime aty për mua. Pa më përsin nga çdo gjë,
nga çdo gjë. Kjo është për të vlerësuar që ti Më pëlqen përmend. sa me bindje tha, Po, tregon vuajtje bleva. Kam vujt shumë, unë e Po. di, sepse nuk është e lehtë të jetosh me shumë persona në një shtëpi. E kemi diskutuar. E kemi folën këta, Po. edhe kur s'ka pas familja, mos them ka pas shoqëria ime. Sa bukur. Po të Ajo shoqërinë ka ka qenë- familje në këtë rast. Ato bëhet ka qenë familje, pa, po. ato janë për mua familje, nuk janë shoqëri, janë familje. Edhe unë sot për sot që shoqëria ime çak mund të ketë nevojë, unë do jem aty për ato ta njëjtën, sepse kur kam qenë unë shumë keq, ato kanë qenë aty. Bravo që, Shumë je bukur. shumë Shumë njeri e mirë bukur. njohës. Okej, Jasir, më pëlqeu shumë gjithë kjo intervistë. Besoj se e kemi Edhe kaluar shumë mirë. mua- Ja kaluam bukur. Edhe mua sa pëlqen më erdhi shumë. si një bisedë shumë spontane. Edhe më bëhet shumë qefi që erdhe këtu tek ne dhe ndave këto detaje me ne. Unë isha shumë kurioz. Me- Si për pjesën në andet e Iranit, si për pjesën këtej. Normalisht unë Folëm pak për me çelën në Lushin. Isha sot, bra, isha sot. Bëhet interesante gjë për byrë. Nice. Okej, Jasir, planet e reja, një fjali edhe Prit, edhe një gjë të fundit. Një pyetje që këtu e kam shënuar. Është pyetja 8. Pyetja 8 është mes 7-s dhe 9-s, është Po. mesi. Një gjë Ronaldo, po. që publiku nuk di për ty. Mendoj që nuk e din askush jo vetëm publiku, Po. përveç menaxherit tim edhe unë, Okej. që jam shumë afër një ekipi në La Liga që mund të lëvizi. Oh, so nice. Por akoma nuk e kam vendosur, Aha. sepse po pres që sot lufta në Iran. A do të thotë që nëse qetësohet lufta në Iran, ti vazhdon të rish në Iran. Me thënë drejtën, i kam thënë edhe familjes edhe menaxherit që po qetëso lufta, Mhm. unë nuk lëvizi asnjë ekip tjetër në botë, asnjë ekip. Po si ka mundësi o bla? Të ta them pse? Të ta them pse? Sepse në Iran nuk S'ka taksa. S'ka taksa. Ku keni Iran taksa 20%, 40% i vin tatimet e dera. Vërtet? Po çfarë merr Se jo është vetëm e jote takzor. Si bie dikush derës? Fare zero. Inshallah Sa Allah. lezetshëm. E Irani Edhe shumë vende më i tjera bukur në ka botë. që s'ka taksa, s'ka lidha e fare, po mirë, po po, mendoj se mirë, me mirë. pak me shaka që e bëm kjo taksa, po. Su shaka fare, valla. Shaka fare. Çfarë thotë? Jo, Mendoj nuk se- ka fare, nuk është Ja, ka fare. mendoj, Na grino Ta thash, taksa. Ne ta na thash, grin taksa e kemi të folën. Jasir. Ja, është. unë atje s'kam taksa. Kurse ne këtu kemi taksa. Është ere vetme që unë burem për një gjë që Ne nuk e nuk kam. kemi ne kemi taksa. Ama ne kemi reformën drejtësi. Po. Ne po kontribuojmë për reformën drejtësisë. Shumë mirë, shumë mirë, Shumë e bukur shumë dhe e për bukur. gjitha këto që ju i dini dhe i dëgjoni lart e poshtë çdo ditë në lajme dhe në radio, sidomos televizion dhe në ekrane. Jasir, ne të falenderojmë shumë që ishe pjesë e emisionit ton sot dhe shpresojmë që të të shohim lart e më lart në ekipe të mëdha si në La Liga ose në Iran aty ku do ti dhe të falenderojmë. Faleminderit shumë. Ta them, Është- shpresoj nga zemra që ti të shkosh aty ku ty ta do zemra. Inshallah, aty ku më ka dashur zemra, aty jam. Okej. Je mesnesh domethënë. Sa Pa, bukur. aty jam, sepse më të drejtën shumë media edhe në Maqedoni dhe gjithkund, jo vetëm që kanë thirrën për me folën për situatën që është, Okej. por kur je aty në Iran nuk është e lehtë të harrosh çdo gjë që ke kaluar, edhe po, nuk kam po. pas shumë, por Po. kur bëhet fjalë për ju dive, vi nga Maqedonia këtu. Rast, faleminderit. Ne kemi xhan, ne të kemi xhan për i vërtetë. Faleminderit shumë Jasir, Zoti ta bëft mbarë dhe të pafshim lart e më lart. Amin, faleminderit edhe juve. Dhe kështu e mbyllim këtë emision për sonte. Shihemi të shtunën e ardhshme. Ju dua shumë. Ju duam. Bye. Jo vetëm unë, ju duam. Ju duam. Bye.